Nëntori është muaji i kujtesës, i krenarisë dhe historisë sonë. Muaji kur flamuri valvitet më lart, kur zemrat rahin më fort dhe kur ne rikthehemi tek rrënjët që na kanë mbajtur gjallë ndër shekuj. Historia e Shqipërisë është shkruar me sakrificë, qëndresë dhe ëndra që nuk u shuan kurrë. Në këtë episod të veçantë të Zani i Fshatit, do të udhtojmë në vendet ku shënua historia jonë. Do të ngjitemi në Kruj, në Kalan e Skënderbeut, aty ku liria u fitua me shpatë dhe besë. Do të shkojmë në Boletin, në kullën e Isa Boletinit, zemra e pathyeshme e kryengritjeve shqiptare. Dhe do të zbresim në Vlorë, aty ku Shqipëria mori frymë për herë të parë si shtet i pavarur, ku flamuri u ngrit për herë të parë si simbol i shtetit tonë. Ky nuk është vetëm një udhtim në vendet ku shënua historia jonë, por është një udhtim në shpirtin e kombit. Sepse historia e Shqipërisë nuk është e shkruar vetëm në libra. Ajo gjendet në gurët e këtyre kullave, në muret e kështjellave dhe në kujtesën e çdo shqiptari. Mirë se vini në Zani i Fshatit. Mirë se vini në nëntorin e shqiptarëve. Në majën e shkëmbit që mbikëqyr gjithë qytetin, kalaja e Krujës qëndron si një zemër e lashtë që ende rreh. Si një roje e heshtur që ka parë shekuj të rrjedhin poshtë, në guret e saj të errët ruhet një forcë e thellë, një energji që të prek sapo i afrohesh portës së vjetër. Me muret e saj të plakur nga koha, por të pathyeshëm në shpirt, ajo përhap një ndjesi force, krenarie dhe qëndrese. Era që përplaset mbi muret e saj sjell jehonat e betejave të dikurshme, ndërsa pamja e hapur drejt luginës të jep ndjesinë se je në një vend ku historia nuk është e shkruar, por e gjallë. Mbi shpatet e malit të Krujës, aty ku era bart jehonën e shekujve, shtrihet e lashpër krenare kalaja e Krujës. Muret e gërricura nga koha, por të pathyeshme në shpirt, tregojnë historinë e rezistencës së një populli që nuk u gjinjëzua kurrë. Në zemrën e kalas mund të ndjeni trokun e kalit të Gjergj Kastriot Skënderbeut, i cili ishte simboli i rezistencës gjatë periudhës së perandorisë osmane. Gjergj Kastriot Skënderbeu nuk ishte vetëm një prijes i aftë, por ishte zemra e popullit shqiptar e atyre që kërkonin lirinë e vendit. E kështu nëntori nuk është vetëm një festë, është kthim pas në epokën e rezistencës, në epokën e trimërisë, në epokët që shqiptarët luftuan për shekuj e shekuj të tërë. Në oborrin e kështjellës mund të imagjinoni luftëtarët e vjetër që lëvizin me shpatat e tyre të mëdha dhe thirrjet e betejave për liri. E kështu, nëntori është kujtesa jonë kolektive, është Kruja që qëndron në memorien tonë, është figura e Gjergj Kastriot Skënderbeut që na shikon nga e shkuara për të na kujtuar që liria fitohet me guxim, besim dhe dashuri. Në zemër të kështjellës madhështore të Krujës, aty ku historia shqiptare ka gdhendur faqet e saj më të lavdishme, ngrihet Muzeu Historik i Krujës, një hapësirë ku koha nuk zhduket por kthehet në dëshmi. Me arkitekturën e gërshetuar harmonikisht me gurin e lashtë të kështjellës, muzeu qëndron si një urë mes shekujsh, duke ftuar vizitorët të hyjnë në botën e Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe të epokës që ai udhëhoqi. Sapo ka përcen pragun e muzeut, duket sikur kohmaci i brendshëm ndalon. Muret e muzeut të ndërtuara me gurin e njëjtë që ka mbajtur kështjellën gjallë ndër shekuj, krijojnë ndjesinë se çdo hap i vizitorit udhëton drejt një kohe kur Kruja ishte zemra e rezistencës shqiptare kundër perandorisë osmane. Në korridorin e parë ekspozohen objekte të rralla arkeologjike, fragmentet e jetës ilire dhe mesjetare që dëshmojnë për lashtësinë e qytetit. Qeramika të thjeshta, stoli bronzi, monedha të vjetra dhe vegla të përditshme të ngrohura nga koha të bëjnë të mendosh për njerëzit e zakonshëm.
për jetët që janë ndërthurur me fatin e vendit. Dritat e buta ndriçojnë korridoret e ngushta ku ekspozohen objekte autentike, shpata të rënda, mburoja të gdhendura, dokumente të vyera e fragmente të jetës së përditshme të banorëve të dikurshëm të Krujës. Secili prej këtyre sendeve flet me gjuhën e vet, duke treguar historinë e një populli që ndjeu peshën e pushtimit, por që kurrë nuk humbi shpirtin e tij luftarak. Muret e muzeut mbajnë ilustrime që portretizojnë betejat dhe strategjitë e Skënderbeut. Figura e tij shfaqet kudo, madhështore dhe e qetë, si një prani që udhëheq rrëfimin. Dhom pas dhome, vizitori udhëton ndër shekuj, duke parë lëvizjen e ushtrive osmane, mbrojtjen e kështjellës në rrethimin e parë, të dytë dhe të tretë, dhe më në fund vendosmërinë heroike që ngriti Krujën në pjedestalin e rezistencës shqiptare. Në fund të një galerie të gjatë ndodhet një nga hapësirat më solemne të muzeut, salla e flamurit. Dritat janë të buta dhe të pozicionuara në mënyrë që të përqendrojnë vëmendjen te flamuri kombëtar kuqezi. Simboli që Gjergj Kastrioti e mbajti për 25 vite mbi kështjellën e Krujës. Në qendër të sallës, busti i heroit qëndron madhështor. Pamja e tij e gdhendur me tipare të rënda të jep ndjesinë se Skënderbeu është aty, vigjilent, krenar, i gjallë në kujtesën e popullit të tij. Muzeu Historik i Krujës nuk është vetëm një koleksion sendesh, është një udhëtim emocional. Zhurma e hapave në dhomat me gur, era që futet nga dritaret e vogla dhe aroma e lehtë e historisë krijojnë një përvojë që të fut thellë në rrënjët e kombit. Kushdo që ngjitet në kështjell dhe viziton muzeun, largohet jo vetëm me më shumë dije, por me një ndjenjë të qartë krenarie. Një kujtesë se liria është trashëgimia më e çmuar dhe se Kruja me muzeun e saj historik e ruan këtë trashëgimi me dinjitet dhe dashuri. Në këtë ditë, muzeu nuk është vetëm vend vizitash, është një altar kujtimi, një vend ku shqiptarët përulen përpara së kaluarës së tyre për të marrë forcë për të ardhmen. Në çdo cep të kalas dhe muzeut, në çdo objekt dhe pikturë, ngrihet një zë i përbashkët. Këtë liri e fitua me sakrificë. Dhe çdo vit, teksa kështjella ndizet nga dritat e festës, duket sikur heroizmi i asaj epoke zgjohet përsëri, duke e bërë Krujën jo vetëm një vend, por një ndjenjë, një rrëfim i përjetshëm i krenarisë shqiptare.
Historia e Skënderbeut është themeli mbi të cilin u ngrit vedia kombëtare. Por pas shekullit të tij, shqiptarët kishin nevojë ende për njerëz që ta ruanin këtë ideal me armë, me besë, me jetë. Prandaj udhtimi ynë na çon në malet e Mitrovicës, në një vend ku krenaria nuk u përkul kurrë, në Boletin, te kulla e Saboletinit, njeriu i cili i dha rezistencës një dimension të ri. Kulla e Saboletinit ngrihet e qetë dhe madhështore në mes të natyrës shqiptare, si një dëshmi e fortë e karakterit, besës dhe burrërisë se një prej figurave më të dashura të kombit. Gurët e saj të rëndë, të ngritur me mjeshtri shekullore, ruajnë akoma zërat e burrave që mblidheshin për të marrë vendime, trokun e kuajve që shkonin e vinin dhe frymën e lirisë që nuk u shua kurrë. Në oborrin e kullës duket sikur akoma ende hija i Saboletinit, i drejtë, i vendosur me qendresën e tij të pathyeshme. Brenda kullës së Saboletinit të përshkon një qetësi e thellë, një heshtje që duket sikur ruan me fanatizëm çdo kujtim të banorëve që dikur jetuan aty. Nga dritaret e vogla të kullës, drita hyn me pakicë, por ndriçon mjaftueshëm për të kuptuar shpirtin e këtij vendi. Një shpirt që nuk u tund, një vullnet që nuk u thye. Dhoma e parë e gjerë, por e thjesht është zemra e kullës. Në qendër oxhaku i madh ngrihet si simbol mikpritjeje. Aty mblidheshin burra, ndaheshin këshilla, merreshin vendime. Zjarri dikur ka ndriçuar fytyrat e tyre, duke u gërshëtuar në zërat e fortë dhe këngët e burrave të maleve. Në katin e sipërm odat janë të vogla por të ngrohta. Prej dritareve të ngushta hyn një dritë e butë që përhapet mbi gurët e ftohtë, duke krijuar kontrast ngrohtësie e solemniteti. Në muret e gurta, disa gjerdan armësh të vjetra, pushk, tregojnë historinë e luftës dhe të qendresës. Ato janë vendosur jo si shenja lufte, por si pasuri dhe nder, si dëshmi të një shtëpie që e ruajti lirinë si amanet të shenjtë. Në çdo hap, ndjen se kulla ka qenë më shumë se një shtëpi. Ka qenë një fortifikim i shpirtit shqiptar, një vend ku besa, nderi dhe mikpritja kanë pasur peshën më të madhe. Brenda saj, koha duket e ndalur. Zërat e së shkuarës përshkruajnë çdo dhomë, duke e bërë vizitorin të ndjejë se gjendet jo vetëm në një hapësirë fizike, por në një monument të gjallë të historisë dhe krenarisë kombëtare. I Saboletini ishte një prijes legjendar, trimi i pathyeshëm dhe simbol i rezistencës së shqiptarëve të Kosovës. I njohur për trupin e tij të fuqishëm, mendjen e mpret dhe besën e hekurt, ai u bë lider i kryengritjeve të shqiptarëve fillim shekulli 20 dhe mbështetës i pavarësisë së Shqipërisë. Fjalia e tij e pavdekshme "Unë jam mirë kur është mirë Shqipnia" e përshkruan më së miri shpirtin e tij. Ai është figura që mishëron guximin, krenarinë dhe sakrificën e shqiptarëve të Kosovës. Unë nuk do të besojsha që Evropa me një kulturë të lartë do të bante një padrejtësi kaq të madhe. Do të ishte e padrejtë nëse Evropa do të lente vllazën e tanë në duart e anëmikut i cili është sjell tepër barbar karshinesh. Kjo ishte një deklaratë e Saboletinit në konferencën e Londrës në 1913.
Ministrit në Londër shkune i than, Isa Boletini o vet ka ardh, mbana ultine o me ksulo të bardhe. Duhet prit si është zakoni, me kujdes ta kontrolloni, ju generalove ta shoqëroni. Hyni saj me kokën lart, falte xhamadonit po i rin hap, si shqiponja o morë kur i hap krate. Nga kulla e boletinit merr jetë historia e qendresës shqiptare në prag të shekullit të 20. Por sakrifica e këtyre burrave nuk do të kishte kuptim pa momentin që e kurorëzoi atë, shpallja e pavarësisë. Nga malet e boletinit gjendemi në qytetin e Vlorës, aty ku Ismail Qemali ngriti flamurin dhe i dha Shqipërisë zërin e saj në botë. Nëntori zbret mbi Vlorë si një kumbim i butë historie. Në këtë qytet të valeve të detit dhe erës së lirë u shënua momenti më i shenjtë i kombit tonë. Imazhi i Ismail Qemalit ngrihet qetë dhe qëndrueshëm në kujtesën e qytetit të Vlorës dhe në zemrat e çdo shqiptarëve. Ismail Qemali erdhi në Vlorë jo për të udhëhequr me forcë, por për të bashkuar zemrat e të gjithë shqiptarëve. E pikërisht në këtë qytet bregdetar, ai mblodhi bijtë më të mirë të kombit tonë për të ngritur flamurin me 28 nëntor të vitit 1912. Shtëpia muze në Vlorë është një nga vendet më të shenjta të historisë shqiptare, një hapësirë ku koha ndalet dhe kujtimet e kombit marrin jetë. E vendosur pranë brigjeve të Jonit, aty ku deti fshfërin si këngë lashtë, kjo shtëpi e thjesht në pamje të parë është në të vërtetë zemra e lindjes së shtetit shqiptar. Historia nuk qëndron vetëm brenda mureve të bardha të shtëpisë. Ajo vazhdon të flasë edhe jashtë, në hijen e pemëve dhe në heshtjen e gurëve që kanë parë më shumë se një shekull. Aty të vendosur me kujdes e respekt qëndrojnë bustet e figurave të shquara që morën pjesë në aktin madhështor të ngritjes së flamurit. Bustet e atyre formojnë një shteg nderimi, një korridor kujtese që të pret me solemnitet. Ismail Qemali në krye të tyre rrezaton urtësinë e një burri shteti që udhëhoqi kombin drejt dritës. Rreth tij qëndrojnë bashkëveprimtarët e tij të afërt, delegatë patriot, luftëtarë të çështjes kombëtare, secili i gdhëndur me përkushtim, secili duke mbajtur me vete një copë historie. Teksa ecën mes tyre, ndjenja është e veçantë, sikur po kalon në rresht para një garde nderi, një garde të përjetshme që ruajnë kujtimin e atyre burrave që me guxim dhe vizion sollën lindjen e shtetit shqiptar. Oborri me bustet e figurave historike kthehet në një altar të hapur të pavarësisë. Një vend ku historia arrin në këmbë e jo në libra, ku kujtesa është e gjallë dhe jo e pluhrosur dhe ku vizitorët të rinj atë moshuar e ndjejnë veten më afër rrënjeve të tyre.
Shtëpia muze është një tempull kujtese, ndërsa muret e kësaj shtëpie ruajnë akoma frymën e atyre burrave që sollën lirinë të shqiptarët me guxim dhe vendosmëri. Fjala e Ismail Qemalit u bë shpresë dhe guxim për të gjithë popullin shqiptar. Çdo vit në Vlorë, në nëntor, duket sikur historia kthehet, sikur çdo nëntor festohet festa e pavarësisë dhe rikthehet në mendjet tona momenti i ngritjes së flamurit. Kur hyn në shtëpinë muze, të përshkon një emocion i fortë, sikur të hysh në një dhomë ku koha ka zgjedhur të mos ecë më. Korridoret e ngushta të shtëpisë të japin ndjesinë sikur po ecën mes dy kohëve, së kaluarës që është gdhendur në histori dhe së ardhmes që u hap me aktin e pavarësisë. Në dhomat anësore, dokumentet e ruajtura me kujdes tregojnë rrugën e vështirë drejt pavarësisë. Letërkëmbime diplomatike, shkresa të delegateve, botime të vjetra. Çdo letër është detaj i vlefshëm, një gur i vogël në murin e madh të shtetformimit. Hartat e ekspozuara në mure dëshmojnë se si Shqipëria përmes vështirësive të panumërta kërkoi të afirmonte identitetin dhe kufitë e saj në një Evropë të trazuar. Dritat e buta ndriçojnë portretet e figurave të shquara të vendosura në mure, sikur t'i shohin vizitorët me të njëjtin qetësim e vendosmëri që patën atë ditë të madhe. Mëtej muzeu të çon drejt dhomave që kanë ruajtur pamjen e tyre origjinale të vitit 1912. Mobiljet e thjeshta, divanet e ulëta, qilimat e leshtë, të gjitha formojnë një atmosferë të butë e modeste. Në mure gjen relike të vogla, flamuj, objekte të jetës së përditshme, stema familjare, fotografi të pasardhësve të firmëtarëve. Secili prej tyre është një kujtim i çmuar i ditëve kur Shqipëria po merrte formë. Shtëpia muze e pavarësisë është fillimi i një epoke, gur themeli i shtetit, vendi ku shqiptarët gjetën zërin e tyre. Kur del sërish në obor, të gjithë përjetimin e muzeut e bart me vete. Në atë hapësirë të qetë mes monumenteve të burrave të mëdhenj dhe në nhije në shtëpisë ku lindi liria, zemra e historisë shqiptare vazhdon të rrahë fort dhe krenare. Vlora rron me kujtimin e tij. Ashtu si kur dallgët e detit rikthehen në breg, ashtu dhe kujtimi për Ismail Qemalin kthehet në mendjet tona për t'u treguar shqiptarëve se liria fitohet me guxim, dashuri dhe besim për të ardhmen.
Shqipëria etnike, gjatë festave të nëntorit, qëndron në zemrën tonë si një hartë e madhe pa ndarje kufish, duke bashkuar Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës, Sanxhakun, Malin e Zi, Çamërinë dhe diasporën e cila është damari i zemrës sonë. Nga mikrofona tanë të thjesht, por me zë të pastër, zani i fshatit ju uron gëzuar ditën e flamurit, gëzuar pavarësinë. Le të mbetemi të bashkuar me flamurin kuqezi të gdhendur në zemër dhe krenar për kombin ton, duke shpresuar për një bashkim të trojave etnike dhe për ditë më të mira. Gëzuar!